Fermerët në fshatrat Than, Qinar, Koçaj, Fjeshegan, Barbullinj të njësisë administrative Fjeshegan, të vendosura në pjesën jugperëndimore të rezervuarit të Thanës, prej 30 vitesh janë specializuar për prodhimin e pjeshkëve, ku për kultivimin e drufrutorëve ka mbi 200 hektarë në prodhim. Por 15 minuta breshër që ra një muaj më parë ka prekur cilësinë e prodhimit që këtë vit është vetëm për treg të brendshëm, jo për eksport, me çmim mesatar 50 deri në 60 lekë të reja dhe me shumë mundësi çmimi do të pësojë sërish të rënje për shkak të cilësisë jo të mirë. Një vit më parë çmimi ishte 200 lekë për kilogram. Këto ditë ka nisur dhe vjelja e nxjerrja në treg e pjeshkës dhe nektarinës me rreth 50 deri në 60% të prodhimit krahasuar me një vit më parë. Ne nga ka dëmtuar shumë breshi fakisht, e ka bërë copa, qysh në lule, në kokër, edhe si versionë në shteti s'kemi fare në asë si mënyrë në më në flasë, të përdorën e rjetë, mulese ku di unë ndërhyrje më thetë thaqë. Para 4-5 vjetës në ara, pra breshi, erdhën ata, i ben Terezit, erdhën në lëvizin, shikun, i ben, as i se nuk në ben, as i gje fare. Tani ne këtu në këtë mes jemi shumë të dëmtuar nga punë e breshit. Po patë mundësi qeveria të në animoj. Patëm shumë dëmtime, edhe nga dëmtimet dhe malli s'është i sakt. Tregtari po s'ka faj da marri se është i dobët, çmimi po është i lëvizshëm si mas mallit. Tani rendimenti është i ulët nga vjet. Si vjet ka shumë, sepse e hoqën tërë ato të ishin prishura. Edhe ngelen 1% e ulët shumë. Nga kjo tani në shtetin e s'besoj na ndihmon njëri. Nuk keni mundësi ju vetë si fermer të ambuloni me çfarë ambulojmë neve? Me çfarë ambulojmë me 600 lekë kile? Më lodhe 500, 600, 400 si mas mallit. Është si vjetë shumë dobët. Po të shikosh kajsia është e gjithë goditur, me sa do shitet, kush da marrë? Kemi shumë probleme. Tani subvencionim në shtet ne kërkojmë, po deri tani nuk kujtohet njëri. Te kjo parcel tu kam 1 hektar. Breshi im ka dëmtuar. E kam hedh gjysmën tokë. Gjysmën me zi po e shesim, është dëmtuar. Ja, si që shikon. Për tregun e brendshëm, të pak të nxjerrim pak shpenzime. Mulojmë në një shpenzim të vogël. Po jemi shumë të dëmtuar. Po kështu në subvencion në qoftë për rjetën për të ambulluar apo për sigurimin e këtyre. Deri tani nuk kemi asnjë ndihmë deri tani. Vetë nuk e mulojmë dot se kushton shumë. Kushton kosto lartë ta ambulosh parcelat. Jemi dorë Zotit me pak fjalë. Fermerët jashtë kamerës shprehen se prodhimi nuk është i siguruar nga fatkeqësitë natyrore, pasi asnjë kompani sigurimesh nuk e ofron, ndërkohë që nuk ka asnjë lloj skeme mbështetëse për këtë kulturë nga ana e qeverisë shqiptare.